Ekstradohet nga Italia drejt Shqipërisë ish gjyqtari i futbollit dhe biznesmeni Davide Pekoreli, që u akuzua për rinskenim të vdekjes së tij në Pukë rreth 5 vite më parë. Gjykata e shkallës së parë në Shkodër e dënoi me 4 vite burg nga 8 që kërkoi prokuroria, teksa çështja ndodhet ende në apel. Ai u mor në dorëzim në rinas nga forcat operacionale të drejtorisë së burgjeve dhe do dërgohet në institucionet e ekzekutimit të veprave penale. Sipas vendimit të gjykatës së rrethit gjyqësor të Pukës, ndaj tij është caktuar masa arrest në burg si i dyshuar për mashtrim, dhunim të varreve, shkatrim të pronës me zjarr dhe kalim i paligjshëm i kufirit shtetëror. Me 31 mars të këtij viti, pas gjykatës së Perugjas në Itali, edhe Ministria e Drejtësisë italiane konfirmoi ekstradimin drejt Shqipërisë të Pekorelit. Vendimi përfundimtar u mor nga ministri Carlo Nordio, pasi gjykata e apelit Perugjas dha dritën jeshile për ekstradimin e biznesmenit në majin e vitit kaluar. Shkaki i rinskenimit ishin borxhet që ai kishte pas falimentit të biznesit, duke humbur gjurmët për shumë muaj derisa u gjet në Itali, ku kërkonte thesarin e Montekristos. Gjykata e Shkodrës e dënoi me 4 vite burg Pekorelin në 3 prillin e këtij viti, pasi që inskenoi vdekjen në janarin e 2021-shit. Në tetor të 2022-shit, prokuria e Pukës i mbylli plotësisht shtet-imet, duke akuzuar për 5 vepra penale. 8 vite kërkoi prokuroria, ndërsa gjykata e dënoi me 4 të tilla. 49 vjeçari u zhduk në janarin e 2021-shit në Pukë, ku u gjet e djegur makina që ky i fundit kishte marrë me qira, brenda të cilës u gjetën dhe mbetje skeletore. E teksa autoritetet italiane dhe ato shqiptare u ngritën në këmbë për të mësuar fatin e biznesmenit, me 17 shtator ai do gjendej shëndosh dhe mirë. Kur të gjithë e dinin të vdekur, ai u gjet në gomon e pranishullit Montekristo, duke tronditur jo pak, duke sjell me vete dhe historinë se ku kishte qenë dhe çfarë kishte bërë gjatë 9 muajve që ishte shpallur i zhdukur, po kërkoja një thesar. Ishte deklarata e tij që habiti jo pak, thuajse aq sa edhe rishfaqja.